Ky shpesh kuluan është një specie invazive e viteve të fundit në ujërat tona, rreth 3-4 vjet. Kanë qenë në sasira më të vogla, por vitet e fundit janë shtuar shumë dhe është shelmus. Për të gjithë ata që frekuentojnë detin ose janë pasionantë të detit, duhet të jenë shumë të kujdesshëm nga spinat lart. Shtohet shumë dhe është përbën një rrezik si për faunën dhe për speciet e tjera detare. Zakonisht në vendet e rajonit në Greqi dhe të tjera, ta pasi i kapin, ja zgjesojnë, dhe si në rastin konkret ne do të bëjmë sot. Këto janë spinat që ky peshk në momentin që të shpon të krijon temperaturë dhe përfundon dhe në nevojat asistencës mjekësore.